Sapostina e verës nis të trokas, bashkë me të vjen edhe aroma e udhëtimeve. Nga viti në vit, shqiptarët po e vënë Turqinë në krye të dëshirave të tyre verore. Drejt këtij destinacioni mund të zgjidhni të fluturoni vetëm me një kompani ajrore, Turkish Airlines, kompaninë ajrore më të mirë në Europë. Edhe këtë vit, Turkish Airlines na fton të vizitojmë Turqinë. E një arsye më shumë që keni për të qëndruar në Stamboll do të jetë Istanbul Shopping Fest, që do të hap dyert nga datat 8 deri 30 qershor. Gjatë festivalit do të ketë ulje çmimesh mbi 50% për produktet e sezonit dhe do të organizohen fushata e shortej për një gamë të gjerë mallrash. Hysyn Tavus, menaxherja e përgjithshme e këtij festivali, thosë se ky organizim synon shndërrimin e Stambollit në një nga qendrat e rëndësishme botërore të shoppingut. We are expecting this year approximately 5 billion. Ne presim këtë vit 5 miliard dollar të ardhura nga Istanbul Shopping Fest. Istanbul Shopping Fest do të përfshijë 92 qendra tregtare. Restorantet do të shërbejnë ushqimet më të mira dhe hotelet luksoze do të jenë në dispozicion të turistëve. Stambolli është destinacioni që ju josh ta vizitoni edhe këtë verë, por nuk duhet të harroni, udhëtimi juaj merr kuptim vetëm nëse fluturoni me Turkish Airlines, kompaninë ajrore më të mirë në Europë. We are Turkish Airlines, we are globally yours.